Ka dole pas gjitha informatave edhe lajmeve këtë ato që kemi të zakonta çdo të premte erdhi edhe koha për musafir në studio ku lajmëruam edhe ju kemi lajmëruar më herët në portalet tona që do të kemi musafir diçka mirë sepse po afrohet vera, po afrohen pushimet, besa nuk janë edhe shumë javë. Edhe ne normal që tash shumica, sidomos prej Norvegjisë dhe Skandinavisë, udhtojnë pak me aeroplana, jo me makina, se është pak larg, edhe tash ka ardhur edhe një ofertë mirë prej gjithë atyre që kemi tjerat, po tash kemi diçka më speciale ku kemi nderin pra ta kemi musafir në studio edhe menaxherin general të vetë kompanisë Rajse Biro Prishtina që ekziston shumë vite, me siguri dekada mund të them, edhe me një eksperiencë të madhe që kanë vendosur pra që ta hapin linjen edhe prej Oslos, pse jo, se e kemi prej Suedisë, prej Finlandës e kështu me radhë, mirë po është koha pra ta kemi edhe prej Oslos, ku në anën tjetër drejt për drejt në online ne kemi edhe menaxherin pra cila e udhëheq kompani komplet Agnesa Aliu. Mirëmbrëma dhe mirë se dëgjohemi e shihemi. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe nga ana ime, tash Terca Alushi jetën prapavia që nuk e shohin shikues tan. Mirë se ke ardhur sonte në programin ton Agnesa, ne shqiptarët të Norvegjisë ndoshta kem qenë edhe të harrum atë aspektin e përkrajes fluturimeve apo agjencioneve shqiptare që kanë kompanitë tona që i posedojnë të më thonë sikurse është kjo juaja gjithmonë për këto vite që jemi ne gati 3 e gata 4 që unë jam më pari këtu Alushi ndoshta më tepër shqiptarët kanë udhëtuar në për vendet ndoshta në Kosovë më spaku për shkak luftrave, për shkak probleme, po ja që në Shqipëri e në Maqedoninë e Veriut kanë mund të udhtojnë me kompanitë e Bullgarisë, Serbisë, kanë mund të udhtojnë me kompanitë e Hungarisë më vonë, tash vazhdojnë ende me të Hungarisë, edhe kemi mos ta lojmë anash kompaninë e vetë Norvegjisë që e kemi për disa vite, që udhton vetëm gjatë sezoneve domthon, po prapse është bën një zgjidhje e mirë derisa tani ka edhe vetë Kosova ambasadën e saj këtu në Kështet ku jemi ne këtu në Norvegji. Edhe disa lehtësime janë bë, po ajo më e mira, edhe më thonë që është ambitorët mund të themi, kur neve sonte do t'ju prezantojmë juve, si menaxheri kryesor si tha Alushi kompanisë tuaj, edhe të na tregoni më hollësisht se si erdhi deri te kjo që ju t'ju kemi edhe juve në mesin e këtyre kompanive që prezantuam, ndoshta ju e keni edhe privilegjin, derisa keni punuar edhe përvojën për shumë vite me diasporën, me udhëtimet apo fluturimet e tuaja drejt vendlinjës tonë. Po është e vërtet, si që ka unë jam Agnesa, menaxhere përgjithshme në Rajse Biro Prishtina, ku aty e kam rolin e menaxhimit të përgjithshëm dhe zhvillimit strategjik të kompanisë. Angazhimi im është i përditshëm, ku si që cekë edhe jo që pika kryesore tek ne është lidhja e diasporës me Kosovën. Mund të them që Rajse Biro Prishtina është që disa dekada, duke që një lidhse mes diasporës dhe Kosovës. Po tash lindi ideja edhe pse jo, se tash edhe 6 vite jemi pjesë prezente në Skandinavi, menduam gjithashtu edhe për diasporën në Oslo, në Norvegji, po. Do të thonë tash ju vetëm se keni filluar të shpërndani informata gjithandej se do të fillojnë udhëtimet apo fluturimet prej mendoj që është natyrisht kompania kjo aeroporti kryesor që kemi këtu në Oslo, pra në Gardermoen, apo nga aeroporte tjera? Jo, fluturimet do të jenë nga aeroporti kryesor. Po. Tani për tani është plani për këtë vit nga aeroporti kryesor. Po pastaj besoj që në fund vitit vetëm e rishikojmë statistika dhe që ndoshta si mundësi do të jetë edhe nga aeroporti tjetër. Se si që dim që distanca mes dy aeroporteve është e madhe. Do është ta bëja këtë pyetjen sa shpesh do të operoni, për sa shpesh do të keni në kalendarin tuaj udhëtime për destinacionin drejt Prishtinës?
Do t'jenë 2 herë në javë, është nga dita e hënë dhe e premte. Udhëtimet do t'jenë direkte apo do t'ket ndalesa? Po, jo, fluturime do t'jenë direkte. Duke filluar nga data 12 qershor, janë fluturime direkte që do të operojnë me kompani europiane. Si që të cakëm, do më thonë ka me pas 2 herë në javë fluturime, çdo të hënë, të premte, është pa ndalesa. Besoj që kjo është lehtësim për gjithë diasporën, për shkak që e dim që fluturimi me ndalesa ka edhe kosto më të lartë, po është edhe më i lodhshëm. Edhe humbje kohe. Po sa e përket shërbimeve, sepse ne dim me këto kompani që i ceka ndoshta më herët, nuk i ceka me emën se kush janë ata, po ju e dini vetë, sepse jeni pjesë e menaxhimit situatave të tilla të udhëtimeve, sidomos gjatë verës, kur edhe diaspora jonë shqiptare dëshirojnë të marrin dhurata me vete, të marrin valigje pak më tepër. Këto shërbime si do t'i ofroni ju udhëtarëve që do t'jenë me bagazhin, rezervimet, do t'jenë një paket familjare nga kjo, do t'jenë apo çekimet pastaj online? Mund të them që kjo është diçka që do të dallojë nga kompani tjera, siç janë mësuar deri tash diaspora në Norvegji, për arsye që ne ofrojmë fluturimin direkt, po në çmimin që ofrojmë të biletës, aty përfshihen edhe bagazhet, ku secili pasagjer ka drejt 6 kg bagazh dore, që mundet me marrë në kabinë lart, edhe gjithashtu 20 kg bagazh që mundet me dorëzu. Çekini do t'jetë falas, çekini bëhet në aeroport, në ditën e udhëtimit, 2 orë deri në 3 orë më herët. E po mirë, kjo është, do me thonë, pak informata të shkurta edhe të shpeta, që i kemi, do të jemi pak ma detale pastaj. Për Agnesa, Rajsi Biro Prishtina ka shumë dekada që ekziston dhe destinacionet ndryshme të botës. Dhe është mirë për shembull që ta dim edhe pak historikun e kompanisë, ne njohim edhe babin që e ka fillu për shembull këtë kompani para shumë viteve, e shumë dekadave. Tregona pak historikën e kësaj, kur filloi edhe ku gjendet momentalisht meseli kryesore. Rajsbro Prishtina, do më thonë, është tash disa vite, ku si që cakëm që ofrojmë fluturime prej shumë vende të Evropës, shumë shtete të ndryshme si Zvicra, Gjermania, Austri, Suedi, Finland, tash edhe Norvegji, ku se meseli kryesore është në Prishtinë, tek sheshi Nën Tereza, është në qendër të Prishtinës, ku aty kemi pjesën i gjithë stafi është aty, gjithashtu kemi edhe qendrën e thirrjeve që diaspora komunikon mes qendrës së thirrjeve me stafin tonë. Aktualisht operojmë dikon rreth 27 destinacione të Evropës. Ti ceka disa nga shtetet që operojmë, do me thonë në Gjermani kemi Düsseldorf, Stuttgart, e shumë qytete tjera, kemi Zvicrën me Baselin, Zürichën, Gjenevën, ku e mbulojmë gjithë territorin e Zvicrës, po ashtu Suedia që është Malmö, Göteborg, Stockholmi, pastaj Helsinki në Finland, e kështu. Shumë bukur. E kjo që kur e përmende për shembull Selin në Prishtinë, ku është bashkë kështu që më ju tregu bashkëdhëtarëve që besoj se kushdo që e ka vizitu Prishtinën vetë se den sheshin Nën Tereza, tek Skënderbeu, është përballë Skënderbeut. Besoj që e dini edhe teatrin kombëtar, është ngjit me teatrin kombëtar. Do me thonë është në qendër të Prishtinës. Shumë mirë, ku ka letë edhe me gjetë, me tush. Po, unë menoj që kjo është një zgjidhje mirë për neve shqiptarëve të Oslos, me rrethin shqiptarët të domethënë janë të shpërndam. Ndoshta ne Agnesa këtu në Norvegji jemi pak më ndryshe se sa shqiptarët që janë apo diaspora jonë shqiptare në Zvicër, sepse ashtu është këtu mund të them sipërfaqja vetë në atë aspektin gjeografik jemi pak larg njëri tjetrit. Dikujt ndoshta i bën me udhëtu 3 orë me ardhur në Oslo për ta marrë pastaj aeroplanin drejt Prishtinës, por mendoj që edhe cek edhe ju më herët në të ardhmen mund gjeni edhe mundësi tjera
neve për momentin shqiptarë të udhtojmë për 2 aeroportive, që i ka një distancë nështë ajo shumë të largat, me këtë Oslos, është ajo aeroportit ku Wizz Air që përdorë në Torp, ka 150 km distancë prej ku jemi ne këtu në qendër, apo edhe në aeroportin e Oslos, mund të themi ashtu është pak në periferi të kryeqytetit, por prapë prapë unë menoj që do të mbulon një hapësirë të madhe kjo ardhja juaj me kompaninë tuaj këtu në Oslo për t'ju ofruar një mundësi të mirë, sepse me këto 2 kompani mendoj që s'kan pasur mundësi të plotësojnë gjitha kushtet e shqiptarëve për të udhëtuar verës, edhe neve thash më herët kemi qenë ndoshta të harruar. Her pas herë ka pas kompani të udhëtimeve me autobus, por ato kanë bërë ndoshta një herë, kanë provu sezonin edhe kanë ndalë, herën tjetër nuk ka pas fare. Kjo e udhëtimeve tuaja tash besoj që derisa ju keni pas sukses me shtetet nordike apo shtetet skandinave, derisa kishit përfshin edhe Finlandën, nuk do të mendoni që do ndalni, domethënë do provoni si vjet e vitin arsh të ndalni, po do të vazhdoni. Dhe vitet në vazhdim tjeni që tanin edhe vetë këto bashkëtarët tanë që kemi këto vetën e sigur që nga kjo udhëtimi i vitit që do të kalojnë, do të pojnë përrosin apo rezervimet, do të presin bileta, si themi ne, edhe vitin e ardhshëm do ta kenë njëjtën mundësi që mos në altet mendoj që kjo erdhe vetëm sa për ta provu edhe ja u largu. Si që ka edhe më herët, përveç destinacioneve që njihen si Gjermania dhe Zvicra, tradicionalisht që diaspora është e fokusuar tash sa vite aty, po mund të them që prej mbas pandemisë me hapjen e linjave në Skandinavi, domethënë nuk I kemi ndalë asnjëherë. Malmon edhe Göteborg e kemi krejt vitin, gjithashtu dhe Helsinki, kështu që po pretendojmë që edhe Oslo ka me qenë një ndër destinacionet që ka me qenë për tër vitin, sikur destinacionet që I përmenda. Tani ju kur e cek edhe më herët se tani keni besh bo përgatitjen kalendarik për udhëtime nga ditën e hënë dhe ditën e premtë. Do t'jenë udhëtimet para dite apo do t'jetë një orar ndoshta tjetër? Pasi se dim ne kemi edhe norvegjian që udhëton këto ditë e caktuara. Të gjitha fluturimet do t'jenë në sistemin ton, ku aty munden me I pa edhe oraret cilat vetë janë të planifikuara aktualisht, varësisht pastaj prej datës edhe prej ditës dalën orari. Po kjo është ajo e mira, për shembull që tash e kemi mundësinë ekstra përveç këtyre kompanive që janë këtu, tash e kemi Reise Biro Prishtina për neve që jemi këtu, edhe kemi qef ta përdorim sa më shpejt edhe ta rezervojmë, me siguri se rezervime ka, me siguri kanë ardhur deri tash plot për rezervimin e parë. Po vetëm kancellu rezervimet. Edhe kështu që mos hezitoni, sa më shpejt aq më mirë, edhe ne e dim që javën tjetër në Norvegji këtu edhe për normal edhe në vendin këtë botën janë pashkët edhe dikush veç e ka fillu me rezervu edhe me udhëtu, sepse një javë ditë tash me Reise Biro Prishtina shkon e vjen shumë shpejt. Kjo është e mira që veç e merrni pajisje që ka internet, edhe shkujnë Reise Biro Prishtina edhe hynë direkt në faqen atje, edhe pastaj aty e zgjedh nisja, kthimi, edhe sa veta, sa persona, edhe datën. E para është, domethënë, 12 qershor, ajo është ajo që ja nis e para, pastaj vinë edhe tjera, kështu që mos hezitoni, është shumë mirë sa më shpejt pra që ta rezervojmë, sepse është interesant se tash nuk po folim edhe për çmime, nuk do t'i përmendim çmimet se s'është aktuale. Kështu që Reise Biro Prishtina I përdor edhe kompanitë ndryshme të botës të aeroplanave, për shembull, nuk është Norwegian, nuk është SAS, po janë disa tjera. Na trego pak Agnesa, cilat janë ato? Ne operojmë shumë kompani europiane, kompani që janë domethënë me standard të lartë ndërkombëtar, siguri, cilësi e tjerë. Kemi operojmë me kompani të ndryshme, varësisht prej destinacionet edhe kërkesës, ku mund të ceki që kemi kompaninë, për shembull Edelweiss Air, që është kompani zviceriane, që është
është i sigurt në treg dhe është shumë e dashur sidomos nga udhëtarët për arsye të sigurisë, cilësisë, shërbimit e tjerë e tjerë. Kemi kompani Trade Air, kemi kompani të ndryshme, Suez e tjerë. Unë mendoj Alush se kjo është një shumë e mirë për neve shqiptarëve, edhe cek edhe vetë se ishte edhe një pyetje nga ana ime kjo në aspektin e sigurisë, pasi që mendohet që ndoshta për Kosovë me kompaninë të udhtojnë edhe vetë norvegjezët. Neve dim se tash kanë filluar gjenerata jone e tretë e shqiptarëve këtu, të kenë shoqe, miq, miqësinë, ta kenë bashkë edhe me norvegjez, po edhe komunitete tjera. Kështu që edhe ata do të jenë pjesë e udhëtimeve, fluturimeve me kompaninë tuaj drejt Kosovës, edhe mendoj që kjo do të jetë ajo ma e rëndësishmja, për shkak se ne dim në këtë shtet shumicën e rasteve kur ne udhtojmë dikun, na pyesin shumë herë, nuk pyesin se në cilin vend ke shku, po me cilën kompani ke udhtu. Për shkak se këta kërkojnë sigurinë, garancionin për ata kenë gjatë udhtimit. Po mirë, kjo Alush ishte kjo, tash ta pyes tani nëse ndodh diçka për ta anuluar biletën, si janë mundësitë, sepse me kompanitë shumëta kanë pas bashkëtarë probleme të ndryshme, kanë has probleme ndryshme, kanë marrë kosto, domethënë marramendse duke qenë në lidhje telefonike apo duke shkruar mos marr përgjigje dhe humbur lekt apo edhe mund të themi edhe pas mundësinë e kancelimit biletës, kanë humbë edhe ndoshta më tepër nga ajo. Këtu mund ta përmendi gjithashtu edhe pjesën se siç e cika më herët i kemi meselinë në qendër të Prishtinës, ku aty kemi edhe qendrën e thirrjeve. Diçka që na dallon për këtë pjesë prej kompanive tjera është që qendra jonë e thirrjeve është në dispozicion për gjithë klientët tonë, për çdo kërkesë, ankesë apo çkado që klientët ju nevojitet. Po e përmendi se për shembull, çdo kompani normali ka rregullat e veta sa i përket anulimeve, rezervimeve. Po kjo që ofrojmë në qendrën e thirrjeve është që janë në dispozicion stafi jonë nëse një klient ka dëshirë për anulim apo për një ndryshim të datës apo çfarëdo kërkesë që ka, jemi në dispozicion. Edhe ti e përmendis që është shumë problem sidomos me kompanitë të tjera, është problem kontakti. Domethënë shumë raste ka që edhe na tregojnë edhe klienta që nuk ju përgjigjen në telefon ose në email apo në numrat e telefonit. Ne mundohemi që shërbimi ndaj klientëve tanë me qenë sa më i saktë edhe kemi shumë ofër klientelës. Se mundën me thirrë përmes telefonit, mundën me na shkruaj në WhatsApp, në Viber, në SMS, mundën me na kontaktu edhe përmes emailave. Kështu që kjo pjesë besoj që është shumë e thjeshtë për klient, sikur anulime që tek ne dallon gjithashtu edhe kosto anulimit. Ne nuk marrim kosto nëse dëshiron me anulu. Pastaj hyn rregullorja nëse 24 orë apo 48 orë ku është shumë afër fluturimit që mundet me pas një penalizim, por nëse dëshiron me thu anulim më herët, atëherë nuk do të ketë penalizim për udhëtarët. Shumë mirë. Është një pyetje tjetër ashtu teknike prapë te kjo lidhja e rezervimit biletave. Do të caktohet me njëherë ulësja ku ta bësh porosinë e biletës, për shembull se neve ngatrohemi ne si shqiptarë që jemi ndoshta edhe vetë jemi në atë aspektin ashtu ndërtuam. Marrim bileta, jemi familjar edhe për shkak mos pagesës se kjo kompani që i kemi ne deri tani këto përfitojnë ndoshta më shumë edhe nga valixhet edhe nga rezervimet e ulëseve, si do të jetë kjo puna e kësaj, do të krijohet të llovia aty, pastaj që i ndrojnë emrat, apo mund të me ulëset vendet në pas numrit? Jo, munden me bo përgjigje të ulësës edhe përmes telefonit, nëse vetëm paraprakisht është një familje 3 ose 4 anëtar që dëshirojnë që ulëset me i pas afër, munden me bo edhe përgjigje e ulëseve paraprakisht para nisjes së fluturimet, përmes, siç ti përmenda edhe më herët, përmes qendrës së thirrjeve ose mjeteve të tjera të komunikimit.
Unë e lexoj edhe aty në atë pjesën që është si lloj plakate aty, me shfrytzu kuponin Oslo 10 për diçka. Ka një ofertë aty ose çka është për herë të parë kjo? Po, për pasi që është linjë e re, kemi vendosur me bo zbritje për gjithë klienta që vendosin me bo rezervime tek ne. Ajo është kodi i zbritjes për klienta që bojnë rezervime online. Nëse dëshiron me hyj, se kemi webfaqen ton online, ku aty me disa hapa shumë të thjesht mundesh me bo rezervimin, edhe pagesa kryhet automatik me kreditkartela bankare. Po nëse dikush nuk dëshiron me bo rezervime online, e kemi edhe mundësinë me bo rezervime përmes qendrës thirrjeve, ku edhe aty mundemi me përdor këtë kod zbritjes, vetëm se vlen të përmendet që e din këtë kod ose e përmendin edhe nga stafi jonë. Pra ai kod është nëse vendos me bo rezervim online që mundesh me përdor, po edhe përmes qendrës thirrjeve mund të aplikohet. Shumë mirë, kjo koka diçka e re, kështu që ta shfrytëzojmë, mase jon ato, duhet ta shfrytëzojmë, është shumë e rëndësi. Unë shoh se keni edhe shumë numra telefonit për shembull në vende tjera të Evropës, dhe me siguri keni ata agjentat e ju që janë nëpër vende ndryshme. A do të ketë shumë shpejt edhe në Norvegji këtu? Po, e kemi edhe numrin e telefonit, ku pastaj do ta shfaqim në rrjetet sociale, po edhe në webfaqen tonë, ku është edhe numri i telefonit të Norvegjisë, që munden me kontaktu direkt në atë numër, pa pas nevojë për me bo shpenzime ekstra me bo telefonata në numrat të tjerë. Na me herët e cekim edhe aspektin e udhëtimit, do të jetë 3 orë apo 3 orë digjys, apo ndoshta nuk e cekim këtë punë. Nuk e sakën, po do t'ja dikon rreth 3 orë gjysmë. Tani janë të plotsu edhe shqiptarë, do t'anin vetën pak ma krenar, derisa kemi një kompani shqiptare, mjafton emri Prishtina, ato që për shembull janë nostalgjinë kanë ende për Kosovën, për vendlinjën, që për herë të parë, në tash më herët kemi udhëtuar me kompania Lush, ne e dim para 30 vite me kompaninë e Bullgarisë, por nuk na u ka dokë sikur më qenë venitor për shkak se kemi pas afër. Duke ditur se jemi... Nëse mund të ndërpras këtu, se mos po harroj me përmend, është që përveç stafit tonë që gjithë janë shqiptarë dhe komunikimi ka me qenë shumë i lehtë për krejt bashkat dëtaj përmes telefonit, por gjithashtu ofrojmë edhe stafin në kabinë të aeroplanit që është shqiptar, që gjithashtu ka me qenë komunikimi i lehtë. Po, këtë harrulla bojmë pyetje, shumë mirë që në realitet vetë ceke këtë për dëgjues dhe shikues të programit tonë në radiolinjën në Oslo. Kjo është ajo e mira, do të thonë që tash kemi mundësinë edhe ka ardhur koha pra që të fillojmë edhe të përgatitemi edhe duke nisur prej shtëpisë me fol shqip edhe në aeroport edhe pastaj në mbrana në aeroplan edhe normal kur zbrit atje në Prishtinë. Kjo është ajo kënaqësia që kemi pritur shumë vite. Afron Agnesa t'ju pyes tash se ndoshta nuk kemi shumë kohë, sa e përket gjatë udhëtimit prej Oslos për Prishtinë dhe Anasjeltas, do t'i ofrohet diçka pasagerëve aty, do të kenë për të blerë ushqime apo? Po, gjithashtu ofrojmë ushqim produkte vendore, duke filluar nga pijet, ushqime të ndryshme, gjitha janë vendore. Bravo, kjo edhe më mirë. Edhe tax free, ka edhe tax free? Po. Po super, që ajo na pështon krejt, se na i na mësu shumë, kena qef me blenë aeroplan sene. Na tokën ma të mira, po, ma të lirë. Bravo, kjo është ajo kënaqësia. Po mirë, ne tashmë veç e fillum dhe promovimin e Reisebyrå Biro Prishtina, ku ne do t'ju informojmë shumë ma shumë bashkëtarët në Norvegji edhe në Skandinavi normal, sepse Oslo, Malmö ose Göteborg nuk është larg, nëse nuk ka prej Oslos, atëherë me siguri ka prej Göteborgit ose Vadsø ose Malmö, edhe besa edhe prej Stockholmit, po është e mirë që ka edhe për Helsinkit. E tash, krejt kjo lidhët ka daldale, ne do t'ju informojmë sa ma shumë, dhe me siguri do të bëjmë edhe një intervistë kur afrohet edhe koha e datës, 12 qershor, kur do bëjmë edhe një intervistë prapë me ndoshta fluterimin e parë, se si kanë kalu, edhe... Agnesa,
ju urojmë suksesen këtë të më thonën sfidë të radhë, se është edhe sfidë kjo, po prapë se prapë, derisa i keni kompanit në gjitha ato vende që i ceke edhe Alush edhe ju në fillim, menoj që do t'ja dilni marrë mirë edhe për Oslos, edhe për Norvegjisë, pasi që të më thonën ka udhëtime të ndryshme për Kosovë, ka udhëtime tash të ndryshme për shembull edhe prej vendeve tjera, kështu që për shqiptarët, sidomos për pjesën tonë, për të shku si cili ta vizitu vendlinjën e vetë atje për një mundësi mundësi më të mirë, nuk besoj që do të kemi, derisa kemi prej aeroportit kryesor e drejt në shtëpitë e tyre, në vendlinjën e tyre, në familjet e tyre për t'i vizitu, sidomos gjatë pushimeve tash të verës, të këtij viti, domethënë që gjithandej po kemi edhe luftra, por urojmë dëshirojmë që të ketë paqë edhe ato vende ku kemi kriza lufte, e sidomos Kosova ta përjeton një fluks të madh turizmit për këtë sezon, me rajse Vero-Prishtina dhe bashkë me bashkëtarët tonë që t'i bashkangjitën udhëtimeve dhe kompanisë së tyre. Normal, pra kjo vlen për gjithë shqiptarët nga gjitha trojet, sepse i kemi Prishtinën, kemi Tiranë, kemi Shkupin, mirë po tash gjithë ata udhtojnë së bashku në ato destinacionet ku i gjenë më shpejt për datat që konvenojnë edhe çmimet normal. Agnesa, ne të urojmë suksese shumë kompanisë ty, të fala babit, gjithë punëtorëve atje, edhe me siguri se do të bisedojmë prapë edhe më vonë, edhe kështu që tash filloj pra edhe u hap ceremoniali i Rajsi Biro Prishtina, Oslo Prishtinë, ku në të bëjmë edhe promovime të shpeshta në të ardhmen. Rezervoni ma herët, sepse do përfitoni çmime më të lira, se e dim që nëse mundeni planifikimet për pushimet të bëhen ma herët, është gjithmonë më mirë, për arsye që edhe përfitoni çmime më të volitshme. Unë vetëm mundem me përshëndet gjithë diasporën kudo që jetojnë, tash veçanërisht në Norvegji. Dhe shumë faleminderit për të shpresoj që Kelin ka me qenë ullitse mes diasporës së Norvegjisë dhe Kosovës. Gjithashtu shpresoj që ka me qenë edhe pikë se kam edhe më herët që ndoshta kanë me vizitu edhe njerëz që nuk janë shqiptar, kanë me vizitu Kosovën, që besoj që është e mirë edhe për turizmin e Kosovës. Faleminderit shumë Agnesa, mund të them kështu rruga marrë me Rajse Biro Prishtina, edhe me siguri se do të shihemi dhe do dëgjohemi shumë shpejt. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.